Udhëtimi ynë ka shumë stacione, kudo jetojnë njerëz. Edhe këtu ku sot ka ndodhur një fatkeqësi, po megjithatë jeta vazhdon. Le të takojmë njerëzit që punojnë së bashku dhe përballojnë jetën. Ato ditë në rrethin e Korçës ndihej shqetësimi për sëmundjen e brucelozës që kishte rënë në mas tek baktit, dhent, dhit, gjedhin e derat. Po jo vetëm kaq. Sëmundja kishte kaluar te njerëzit dhe kjo i kishte ngritur të gjithë në këmbë. Dhe ishte kohë e pikut të punës e të vjelave të vjeshtës. Në ujësillësi të rinë në qytetin e Korçës. Vazhdojmë tani me një tjetër informacion po nga rrethi i Korçës. Sëmundja e brucelozës shfaqet edhe në rrethin e Korçës. Në disa fshatra të rrethit të Korçës ka patur raste të sëmundjes së brucelozës. Ajo prek të gjitha llojet e kafshëve, por më shpesh dhent, dhit, gjethin dhe derat. I tërheqim vëmendjen publiku të bëj kujdes në përdorimin e qumshtit dhe në produkteve të tij. Kamera jon do të shkojë në fshatin Zvirin, pikërisht aty ku është të shfaqur më gjerë sëmundja e brucelozës. Nga Korça kemi dëgjuar që ka rënë plasën janë. Edhe pandaj neve tash i ruhemi nga këto. Pandaj tashun ty që kështu tashun jemi shumë të pastër. Këte nga ana jonë nuk kemi patur sëmundje në Çalës. Kurse ande nga ana e Korçës ka patur. Jemi tek portat e Korçës në të hyrë të saj. Përtej shtrihet fusha e Korçës me 10 fshatra. Po ne do të ndalemi në këtë të fundit, ku na thanë se po merren masa për parandalimin e sëmundjes. Në zi nuk di gjë. A ka era në skaran këtu, jo herë. Nuk është ndier gjikundi. S'ka marrë vesh. Fshati Zvirin e shoju atje dhe kam dëgjuar që ka rënë sëmundja e brucelozës. Tufa ime shumë në rregull. Nuk kam asnjë lloj sëmundje. As brucelozë asgjë. Për në Zvirin nuk ju garantoj dot nuk di gjë, se unë jam për këtij fshati këtu, s'kam çfarë të them. Jam nga Zvirina dhe di që ka rënë një sëmundë militenzi, thonë, bruceloza dhe ja është një familje, janë 4 njerëz janë shumë rënë të sëmurë dhe nuk e di nga ka erdhur kjo sëmundë, nga Greqia, nga jashtë kufive, nuk e di kaq. Nga shqetësimi i disave, ky ishte bërë tani preokupim i të gjithëve. Nuk po dëmtohej vetëm Tufa nga sëmundja rrezikshme, po ç'është më alarmantja, po thirrej shpesh e më shpesh urgjenca nga spitali i Korçës. Duheshin shpëtuar njerëzit. Dhe erdhëm në Zvirin, një fshat me mbi 1000 banor. Këtu fshatarët kanë edhe një shqetësim tjetër, rrugën. Secila familje ka dhënë nga 2500 lek. Janë ndihmuar edhe nga fondi i zhvillimit shqiptar, por gjithçka është ndërprerë. Këto rrugë presin të mbulohen me asfalt. Edhe deshim që ta shtronim deri aty. Tash ata na i lanë për gjysmë deri atje thonë. Po tash kjo s'ka kuptim, ai plani që është bërë, kontrata që është bërë deri këtu, në qendër. Në fshatin ton ka rënë sëmundje dhemi dhe ka prekur një familje atje tuti. Këtu vazhdon puna e përditshme, secili merret me punën e tij, po hija e sëmundjes që ka rënë ndihet tek të gjithë. Kjo familja këtu i ka dhënë të sëmundje. Kjo ku është e fëmia e vogël aty. Nga një rast që kam pasur unë, kushrivi tim punovi në dhent në Greqi, dhent kishin qenë të smura, nuk e kishte nxjerr pronari që i kishte. Erdhi ushrua, tashi po prap e ka pasojnë e sëmundjes. Po të vi doktori, do t'i them djalit i silli dhe në drejk, që t'i vaksinoje. Se ne jemi për te që të sëmuremi. Me gjitha kemi fëmijë, jemi në mes të fshatit.
sëmure një dojnë tjetër. Duhen marrë masa. Duhet bërë diçka, por pa e lënë punën, se vjeshta ka trokitur dhe të vjelat spresin. Në komunën e Pirgut presin të vi doktori nga Korça. Janë kryeplaku i fshatit Zvirin, Kiço Çamishi dhe antar të pleqësisë. Bashkë me përgjegjësin e shërbimit veterinar të rrethit të Korçës, Petri Kotelli, shkojmë në fshatin Zotillan. Kërkojmë mjekun veteriner të zonës, Aliun, për ta sjellë në fshat. Këtu gjetëm pleq e fëmijë, rrugë të zbrazura, mungesën e ujit. Një grua e fshatit e shqetësuar së tepërmi për sëmundjen e brucelozës, ju lut doktor Petrit që t'i bënte një vizitë lopës së saj. Nuk është e lehtë për një fshatar të përballet me humbjen e lopës, madje është më shumë se sa një tragjedi familjare. Ashtu është, ka një reagim të lehtë, ashtu siç të ka thënë edhe doktor Aliu, mbas 45 deri 60 ditë do të rikontrollohet edhe një herë. Edhe çdo rezultat që do dalë, dhe juve do njoftojni edhe masa do të merret nga ana e shërbimit veterinar. Na thanë se doktor Aline e kishin parë në Zvirin, në fshatin e Besnikut. Pa humbur kohë, u nisëm për atje. I shqetësuar nga shenjat që kishte vënë re tek baktit e tij, Besniku kishte thirrur doktor Alin. Ato ditë nuk i kishte çuar dhent në kullot. Ekipi e gjeti doktorin duke bërë vaksinimin e dhënëve. Me qenë se këtu gjatë gjurmimit keni konstatuar raste pozitive me brucelozë, smundja do të trajtohet ashtu si se përcaktojnë rregullat teknike. Nuk diskutohet eliminimi tërësisht i kazhve që janë pozitive me brucelozë. Njëkohësisht do të trajtojmë urgjentisht të gjitha kafshët e fshatit. Doktor, përveç kësaj tufe, kemi dhe një 2 tufa të tjera të prekura nga kjo sëmundje. Veç tufave kemi edhe disa njerëz që janë prekur nga sëmundja. Prandaj e mirë është i kontrollojmë. Prania e sëmundjes është e madhe në fshat. Dhe të mendosh se sa kohë, sa mund dhe djerës i duhet një fshatari për të rritur tufën e tij. Po kafshët e sëmura duhen therrur dhe kafshët që e kanë kaluar sëmundjen duhen veçuar nga tufa, se janë mbartëse të infeksionit. Dhe më e keqja është kur kjo kalon tek njerëzit. Dhe kishte ndodhur në familjen e Mihallaq Kolvanit. Ekipi niset për atje. Po koha e vjeljes nuk do t'ja di, dhe në situatë të vështirë njeriu lufton për jetën, vjel, shin, ujit, grumbullon ushqimin e kafshëve për dimër. Fshati Zvirin është i njohur për pataten e tij. Ajo zë një sipërfaqe prej 50 hektarësh. Është kohë e drekës për këtë komunitet familjesh që pret ta mbyll vjeljen e patates me prodhim të mbar. Kjo është një sfidë për sëmundjen që ka pllakosur si një fatkeqësi. Po si në çdo rrethan, jeta vazhdon. Shitja është e garantuar, prandaj duken të qeta këto familje që e kanë kuptuar me kohë të mirën që sjell puna në grup. Në fushën e futbollit të fshatit, Vangjo po shtypte me traktor fasule. Kishte mbjell 4 dynym dhe tani priste të merrte 8 kuintal fasule. Atë e ndihmon gruaja, fëmijët, se në kohën e fushatës së vjeljeve asnjë nuk largohej nga fshati. Të gjithë dilnin në punë, madje edhe të smurët.
Në fund të rrugës mbritëm te shtëpia e Kolvanëve. Ishte jo vetëm shqetësimi i ekipit, por edhe i fshatarëve për të parë gjendjen e përmirësuar tashmë të Mihallaqit dhe të birit të tij Vasilit. Më mirë po rrim këtu jashtë se është edhe freskë. O, edhe një bërim. A ma bene të zhim në karikaria. Më mirë arim, këtu bukurive. Në këtë shtëpi për 6 muaj rresht ka hyrë e ka dalë qindra herë i tërë fshati. Blem sa vakti vjetë, ato dollë me militencë. Nga qumshi, nga shqerat nga ato, nga hyrë së mundi. Ashtu është, ka shumë mundësira për të infektuar nga kafshët e smura. Dhe pikërisht një detyrë të gjithëve është që të dimë të mbrojemi nga kjo smundje. Cilat do të ishin disa nga masat që duhet të merren për të mbrojtur, sepse është një smundje që parandalohet, është një smundje që njihet dhe me kuptimin e drejtë dhe me marrjen e masave të plota, tufat edhe shëndetësohen dhe njerëzit nuk smuren. Dhe ndërsa largohet nga familja e Mihallaqit, ekipi merr me vete edhe shqetësimin për baxhon e fshatit, që ka në dorë jetën e një komuniteti të tërë. Dhe pa humbur kohë, nisemi për atje. Kryeplaku Kiço na çoi te baxha e Mikailit. Ai mbahej si mjeshtër në tërë atë zonë, po për hapja në masë e sëmundjes të këshillonte, të besoje, por edhe të kontrolloje. Sepse duhet të zbatoheshin në përpunimin e qumshit dhe të nonprodukteve të tij të gjitha hallkat teknologjike. Doktor dëgjoj, këtu baxha e fshatit është e garantuar me licencë, me analiza, me veterinarinë e komunës, të gjitha janë të kontrolluara. Ti grumbullon qumshin e gjithë fshatit. Gjithë fshatit, po. Ashtu siç ne kemi dhënë porosi dhe zbatohet, ti qumshin do ta marrësh me certifikat veterinare. Me kafshë të kontrolluara dhe në qoftë se detyrimisht, jo në qoftë, po ti duhet të zbatosh rregullat teknike dhe produkti që nxjerr ti, djathi, gjalpi, tërë produktet e tjera të qumshit janë tërësisht të garantuara. Mikaili i bënte të gjitha hysmetet Vullmetit. Madje ai i ofroi ekipit djathin e tij me nam, siç thoshin për provë. Ishte një skenë gazmore. Djath shumë i mirë. A një pa frikore. Se shumë petë, 3-4 ditë është ky. Të tërhesh. Vasili, duke përfituar nga ardhja e mjekut nga Korça, mbledh tufën e tij për t'i bërë vaksinimin. Kurse një bari tjetër aty pranë kërkonte ndërhyrje drastike te kafshët e smura. Ka therë. Nuk e theri ky. Po. Ti stopesh me atë dele. Unë të ta mbaj bre. Po ti kush ma therë ti shtë, unë të ta mbaj. Se do ta therë unë? Po ta therë që të zhduke sëmundja. Po ti e do. Ore do se do ka njerë që e mbanë. Po se therë njerë i ore të shqipalerë. Ne Mjallaqi na i therte në vend. Si do veproshte? Në vend Mjallaqi. Në çfarë kohë? Në kur ishte ako? Para sa vjetësh? Po nuk e di para 20 vjetësh. Duhet theru në vend pak tja që duke sëmundja ore. Ashtu është. Megjithatë neve në vend i kemi therrur pjesën më të madhe. E merr cili ose unë. Edhe shtjen pazar. Dhe 5 kilometra më larg në fshatin Çorav është pazari i baktive. Aty sot vinë nga të gjitha zonat për të shitur dhe për të blerë bakti. Në këto tufa të shpërndara mund të ketë kafshë të sëmura me brucelozë. Askush nuk kërkonte certifikat veterinare, nuk pam asnjë bluzë të bardhë. Dhe na u kujtua Mihallaqi me të birin Vasilin, që ishin dergjur 6 muaj në shtrat me dhimbje e me temperaturë 40 gradë. Dhe të mendosh pastaj se këtë mish do ta kemi në tryezat tona.
brucelloza është një sëmundje që kohët e fundit është bërë problem në prefekturën e Korçës dhe njerëzit, si të thuash, janë në panik në lidhje me këtë sëmundje. I siguroj njerëzit se mishi që rrjedh nga kafshë të sëmura nga brucelloza konsumohet pas zjerjes dhe nuk ka ndonjë problem për shëndetin e konsumatorëve. Të përbërëndshmet konfiskohen, si rregull, produktet që rrjedhin nga kafshët, për shembull qumshi pas zjerjes konsumohet, djathi pas stazionimit, pas 2 muaj stazionim, besoj se është i përshtatshëm për konsum dhe nuk ka asnjë rrezik për shëndetin e konsumatorit. Me gjithë këshillat që jepen vazhdimisht për të mbrojtur nga brucelloza, në spitalin infektiv të Korçës kishte mbi 60 të shtruar në këtë sëmundje. Kryeplaku Kiço shkoi vetë atje tek bashkëfshatarët e tij. Në spitalin tonë kemi patur disa raste, rreth 60 raste të shtruara. Shumica janë tepër nga zonat e Vollit. Janë fshatrat që janë tepër në kontakt me kufirin dhe që i kanë shtruar bagëtit. Është sëmundje që zakonisht që merret nga bagëtia, nga bulmeti, ndodh edhe nga gjaku, sidomos kur kafshët dështojnë. Njerëzit që presin lindjet mundet të kenë kur pak të gërbishtur dhe në atë moment e marrin sëmundjen. Edhe nga Zvirina kemi patur disa raste, nuk kanë qenë forma të rënda, janë forma të lehta, forma që mjekohen dhe zakonisht kanë kaluar mirë. Unë mendoj se e ka marrë sëmundjen nga djathi, nga qumshi, edhe ushtrova në spital, ndjeva dhimbje shumë, nga kyçet, nga këmbët, komplet tërë trupi ishi këputur. Unë jam çoban nga fshati Zvirin. Kam ndjerë dhemjet të meshe në gjunjët, në kergjet, në shpatullat, edhe nga kravrori, edhe i këputur nga mezi. Kjo vjen nga jo vaksinimi i baktive, nga të tëra këto, nga djathi, nga qumshi, nga të tëra këto që i përdor njeriu. Në rrethin e Korçës ka vetëm një laborator shtetëror për analizat veterinare. Dhe kjo është pak, duke menduar fshatrat e shumë dhe problemet e mëdha veterinare që ka rrethi. Doktor, solla pak analizat e gjakut. Ai ka sjell vetë kampionet e gjakut nga tufat e Zvirinës. A do të ketë përmirësim? Kur vjen në Korçë, Kiço nuk lë pa shfrytzuar të gjitha rastet që i paraqiten. Ai ka bashkëpunim të mirë me fondacionet e huaja që e kanë ndihmuar për kanalet vaditëse të Zvirinës. Ai sot do të kërkojë një bashkëpunim të ri për ujin e pishëm. Kemi menduar me ju me që njihemi, po të ketë mundësi, kemi bërë një projekt për ujin e pishëm, po të ketë mundësi, se jo merë për ndihmuar, në ndihmoni, s'ka mundësi, përse ju falenderit për ndihmat që në kemi dhënë. Mirë edhe ty, Kiço, të falenderoj se bashkëpunëtor ke qenë i ndershëm, i mirë, punën e zberë tamam. Vetëm që desha të angazhojnë një qikë më tepër fshatin, se që kemi bërë atje. Se duket, kur duket kanali, duket edhe që fshati nuk e mban përgjegjësinë për të mirë mbajtur. Edhe them që duhet organizuar tamam, hap pas hap. Që ta arrim pikërisht që fshati të ndjej ndërgjegje për ujin e pishëm, për shembull, se ujin e ka shumë mirë fshati, e di. Uji i pishëm është i bollshëm, por nga cilësia ai mund të konkurojë me ujin që shitet në treg. Për këtë shkak, grupe njerëzish kanë krijuar ndërmarrje private që shpojnë tokën deri në 12 metra dhe ndërtojnë puse. Iko ti largo. Shtengoll çikti, ha. Po na shkojnë tëra dhe ja. Ose Çata s'na ndene. Kiço vjen këtu të takojë ustallarët e vjetër të Pirgut. Në tërë zonën po hapen puse, ku ka ujë ka jetë. Nën toka e Zvirinit është shumë e pasur me ujë. Jemi 2 ustallarë që punojmë këtu. Janë mbledhur këta, janë 10 veta punojnë, bën shtëpitë, arritën të bëjnë pusin, tash që të pijnë ujë.
dhe ka arritur 12 metra fellë. Mendojmë që të ketë 7 metra ujë. Është i pastër uji I pastër. Pihet, ëh? Në këtë zonë është shumë i pastër uji. Ujin e kemi e çojmë në laborator dhe në këtë zonë është i pishëm uji. Sidomos zonë e Pirgut. Çoj pa frikë fare. Zuari zotë e shpisë, ta gëzoni pusin. Pastërtia nuk është virtyti të pasurit, por i të edukuarit. Pastrimi i kanaleve vadice, shtrimi i tubacioneve në shtëpi, futja e mekanizimit, elektropompat që çojnë ujë në fushat me patate dhe në pemtoret me mollë. Dhe mollët e Zvirinës sikur paralajmërojnë një fest nga bolloku i ujit. Dhe këto janë mollët e famshme të Zvirinës që zënë një sipërfaqe prej 50 hektarësh. Si vjet janë shumë të mbara. Në laboratorin e analizave veterinare pritet përgjigja. Janë qaste padurimi. Ka përparuar sëmundja e rrezikshme e brucelozës në kafshë dhe në njerëz apo ka psuar rënje? Dhe pas kaq ditë ankthi vjen përgjigja e shumë pritur. Shenjat janë të mbara, sëmundja po eliminohet. Kiço s'di ç'të bëjë nga gëzimi. Ai nuk mund të kthehet kaq shpejt në Zviri. Kalon një herë andej nga tregu i Korçës ku shiten fruta e perime edhe nga fushat e Zvirinës. Takon bashkëfshatarët. I duket si një ditë feste. Mungojnë vetëm sazet, po janë zërat e gëzuar të shitësve që reklamojnë mallin e fshatit të tij. Është stina e vjeljeve dhe të gjithë duke punuar në grup e kanë mundjen të marrin sa më shumë nga tufa dhe nga toka.